Kështu që unë po t'isha në gryksin e gjekot apo të gazit të 2019. Nuk dukesh i ashpër nëse je në pritjet mandatit, a nuk je pak i ashpër me çfarë thua? Apo kështu duhet t'jesh i drejt për drejt? Në qoftë se realiteti quhet ashpërsi, jo, po flasë se ne kemi parë se kush është rikthyer. Po kthem. Dhe ju keni një shprehje zoti Murizi që thoni gjithmonë që kanë lëpirat tjeku kanë mbështyer. Dhe unë e kam lexuar në disa statuse tuaja. Me nerë çfarë kanë nxjerrë nga goja, gëlbaz të njëri tjetrit. Pra, unë them nëse do isha shpirt ngushtë si këta, do të thoj e di një mandatat, që inshallah po e han. Por kam qenë i parë, i kam reaguar në kundër përgjigje të Antari të Këshillit Kombëtar që tha duhet parë mos hyrje në parlament, të Lisandër Hoxhës. Kam respekt për te, por ai ashtu e ka parë. Unë thash, jo, kur nuk duhet i ditë një mandatet. Por ju nuk duhet bashkoni votat me Ramën, si që bashkohen 30 korrik 2024, kur myllet listat për menderën tuaj të qelbër. Ju nuk duhet bëni bashk amnisti penale për disa fllitësira dhe një nga ata është e i vraun Shkodër. Ju nuk duhet bashkoni votat për të shtyt mandatin qelpsirave të KPK-s, se i bashkuat votat dhe nga 2022 i çut mandatin 2024. Pastaj do të ndodhisni jo motra filankës, jo vllai filanit, jo kunati këtij, jo Baxhanaku Hasanit. Me votat e këtyre u shtyn gjerën atë. Pra ju nuk duhet ju bashkuat votat për votën e diasporës kur s'kishit asnjë në kontroll. Pra ju duhet mos i digni mandatet, por duhet jeni atje për kauza morale dhe për betejë opozitare në interes të interesit publik dhe të qytetarëve opozitarë që s'duan Ramën.